Kosova tash disa muaj vazhdon të jetë prej një ngërçi politik për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Partitë politike nuk po arrin të gjejnë gjuhën e përbashkët, pasi vetëvendosja nuk po heq dorë nga kandidatura Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit. Të hënën ishte era e 18 që dështoi konstituimi i legjislaturës së 9, derisa kjo situatë po ngjall dyshime se shkaku i vërtet mund të jetë frika nga marrja e përgjegjësisë për vendimet dhe proceset e së ardhmes. Debati për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe ka rifilluar me intensitet, derisa zërat kundër këtij projekti po bëhen gjithnjë dhe më të fuqishëm. Krijimi i një entitetit me bazë etnike në veri të Kosovës vlerësohet se bie ndesh me rendin kushtetues të vendit, por edhe përbën një rrezik real për paqen dhe stabilitetin në rajon. Në këtë kontekst, intelektuali dhe aktivisti shqiptar në SBA, Azif Shala, ngre alarmin për pasojat që mund të ketë kjo lëvizje politike, duke vlerësuar atë si një hap ndarjes së pjesës veriore të Mitrovicës. Ai bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare, e veçanërisht Francës dhe Gjermanisë, të tërhiqen nga presioni për themelimin e një asocioni që sipas tij është i rrezikshëm dhe i papranueshëm për të ardhmen e shtetit dhe paqen në Ballkan. Shala ka bërë thirrje që mos të ketë asocion as ndarje të veriut. Sipas tij, Franca dhe Gjermania duhet të heqin dorë nga themelimi i asocionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i çfarëdo lloji asocioni mi baza etnike në një republikë multietnike është një akt i ndarjes së veriut dhe bie ndesh thellësisht me kushtetutën e Republikës së Dardanisë. Kjo është njëkohësisht edhe qëllimi i Serbisë, të themelojë një ndërtesë artificiale që përgatit ndarjen e pjesëve veriore të Mitrovicës, duke përfshirë bashkësinë ndërkombëtare si garanci për paqe dhe marrëdhënie nëpërmjet shteteve. Franca dhe Gjermania si iniciatore të kësaj zgjedhje, nëse vërtet duan paqe, qetësi dhe marrëdhënie të sinqerta, të qëndrueshme dhe normale nëpërmjet Dardanisë dhe Serbisë, nuk mund të arrijnë këtë duke mbështetur ngrehina artificiale politike, të cilat përbëjnë rrezik për paqen në Ballkan, në Europë dhe më gjerë. Dikush mund të thojë se këto janë marrëveshje të nënshkruara ndërkombëtarisht, por a mundet dhe a duhet të pranohet një narrativ e tillë, nëse ato janë antikushtetuese, siç edhe janë, nuk janë të qëndrueshme, dhe për këtë arsye duhet të hiqet dorë nga kjo kërkesë, ka thënë Shala. Sipas tij nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në faktin se një marrëveshje e dëmshme, e imponuar dhe pa qëndrueshme, e cila tentohet të zbatohet me dhunë dhe presion, ka prodhuar pasoja që Kosova po i vuan përmes masave ekonomike, politike dhe diplomatike që po i vendoset nga Europa. Europa po i mbyll Dardanisë dyert e familjeve europiane për hatër të Serbisë, një shtet që duke anashkaluar, injoruar dhe poshtëruar Dardanin për hatër të Rusisë, sërish tolerohet nga perëndimi. Prandaj u bë thirrje institucioneve, kurdo që ato të formohen, dhe mendoj se një nga arsyet pse ato ende nuk janë formuar, është pikërisht thedhimi i asocionit të komunave me shumicë serbe. Ish parti që për 20 vjet ishin në pushtet, edhe pse e kanë nënshkruar një marrëveshje të tillë, nuk e zbatuan atë dhe tani janë midis dy zjarreve, ka nënvizuar publicisti. Shala ka rikujtuar se lëvizja vendvendosje, si parti fituese dhe kryeministri në detyrë, janë deklaruar që nuk do të ketë asocion një etnik, qëndrimi të cilit duhet i përmbahet. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë publike dhe partitë e tjera parlamentare, nëse nuk i përmbahen me qëndrimet e tyre të mëparshme dhe nëse vërtet mendojnë seriozisht për të mos lejuar ndarjen e veriut. Kanë frikë se partitë janë të shantazhuara dhe të kushtëzuara, që për të marrë pushtetin duhet të pranojnë këtë marrëveshje. Sipas deklaratës së Marko Guriqit në emër të Serbisë, pa largimin e Kurtit nuk do të ketë marrëveshje. Frika ime nga qëndrimi i Francës lidhur me asocionin qëndron te kushtëzimi i saj me marrëveshjen e Kumanovës të 1999-s, e cila e kushtëzoi pjesëmarrjen në forcat e përbashkëta të KFOR-it, vetëm nëse u lejoi vendosja në pjesën veriore të Mitrovicës. Rezultati ishte ndarja e veriut, shpërngulja me dhunë e popullatës shqiptare dhe vrasjet, ka theksuar ai. Publicisti Shala ka pyetur në fund, sepse ura mbi lumin Ibër ende qëndron e mbyllur. Pra paskenat janë në zhvillim, mendoj që po përgatiten gjëra shumë të rrezikshme në lidhje me veriun, po nuk u ndal ky koncept. Rreziku i një konflikti të armatosur është i paevitueshëm. Së fundi, nëse udhëheqësit partijak dhe ata shtetëror të ardhshëm nuk janë në gjendje të marrin vendime të guximshme, atëherë le të organizohet një referendum gjithpopullor për asocionin, respektivisht për ndarjen e pjesës veriore, vendim që pushteti duhet ta zbatojë dhe bashkësia ndërkombëtare ta respektojë, ka përfunduar Shala.